Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Po them edhe një herë faleminderit se kogja i angazhuar kohëve të fundit për shkak që e dim çfarë ka ndodhur me zërin dhe bizneset dhe prodhuesit. Po vjen për një takimi që ke pas me kompani të ndryshme, me bizneset, me prodhuesit. Çfarë prodhoi ky takim? Cilat janë vendimet? Po, ishte një takim me mbi 400 biznese. Qëllimi i takimit ishte që ta shohim ku jemi me sfida se kanë filluar efektet e para negative mi vrejt bizneset. Ja është dita e 5, po gjatë tyre 5 ditëve çdo njëra kompani e ka vrejt atë efektin dhe ngarkesën më shumë që ka filluar të vinë njoftimet edhe nga Keku, po edhe ofertat që i kanë pas prej Keskës më herët që ju kanë shkuar që nëse dojnë me lidhë marrëveshje, oferta ka shku prej 200% më shtrejt deri në 400%, varësisht prej kompanisë dhe prej konsumit që kanë pas. Dhe kërkesa së dhe bizneseve për përfaqësues të Odave, se ishëm të gjithë përfaqësues të Odave të tjera, po ne si Odë Ekonomike që jemi themeluar me ligj dhe jemi Odë publike, e udhëheqëm këtë proces, ishte që ne të angazhohemi, të bëjmë thirrje edhe një herë qeverisë Republikës Kosovës që duhet me qenë në shërbim të qytetarëve, në shërbim të biznesit, që ta gjej mundësinë, ta ndojë një subvencionim dhe ta përgatit një pak të masave, që gjatë fazës së tranzicionit, prafërsisht një vjet, që të përgatitemi të gjithë, po së pari të përgatitur tregu, më pas biznesi për të kaluar në tregun e lirë. Kur them të përgatitur tregu, duhet me pas parasysh që tregu nuk ka qenë i përgatitur dhe ende nuk është i përgatitur, për shkak që nuk kemi një konkurrencë të bollshme, nuk kemi numër të mjaftueshëm të furnizuesve, dhe nuk ka oferta. Deri më tani është vetëm Kesko që ka ofertu, tani këto 2 ditë e fundit e kemi edhe Keku që ka çuar një paralajmërim, mirë po Keku ende nuk e ka krijuar një ofertë. Mirë po vetëm një ftesë që jemi të gatshëm për me diskutu, për me lidhë një marrëveshje. Po ende edhe për Kekut nuk e kemi të formuluar një ofertë që me pas sa është çmimi i energjisë elektrike. Cilat janë shqetësimet kryesore të prodhuesve, të bizneseve, zoti Rafuna? Për shembull, largimi ose shkurtimi i numrit të punëtorëve kanë qenë detyruar mi rrit çmimet e produkteve, cilat kanë shqetësimet kryesore? Shqetësimet kryesore janë që çmimi i energjisë elektrike është shumë më i lartë, edhe që është shumë më i lartë se sa që kanë marrë deri tani, biznesi nuk i ka pasur planifikimet e veta këto shpenzime ekstra. Ka pas 100 shpenzime të tjera të planifikume, të rregullume, duke përfshi edhe planin për investim ose zgjerimin e investimit, tani me këtë mënyrë dhënshëm duke nxjerrë tregun e lirë, kjo ka kriju kosto të shtesë për biznesin të pa planifikuar. Po çka është shumë e rëndësishme që duhet me potencu që kjo kosto energjisë elektrike është kosto operative dhe kjo ndikon drejt për drejt në çmimin e produktit që më pas duhet ta blej qytetari i Republikës Kosovës. Dhe biznesi është i shqetësuar që nuk do të jetë më konkurrent me produktin e importuar, domethënë do ta hupun tregun vendor, edhe ashtu e kemi një treg shumë të vogël, na ka mbulu importi, e kemi të kalu për gjatë tyre 5 muajve tani edhe me muajin maj mbi 2 miliardë gjysmë, domethënë pjafromi afër 3 miliardëshit import, ndërsa në eksport ende nuk e kemi kap 300 milionshën. Dhe kjo tregon më së miri çfarë deficiti tregtar kemi në këta 5 muaj, edhe përkundër këtë kësaj tani do të ketë mundësi që të kurrët prodhimi jon, të kurrët eksporti dhe të rritet importi, ndërsa do ta humbim edhe tregun e jashtëm, për shkak që produkti jon do të jetë më i shtrejtë, do të bie kërkesa për produktin ton dhe kështu do të kurrët prodhimi. Kur të kurrët prodhimi duhet lirohen punëtorët. Dhe kur të lirohen punëtorët ngritet papunësia. Po në fund prapë pëson qytetari i Republikës Kosovës si konsumatori i fundit se duhet ta blej më shtrejt produktin me çmimin e rritë energjisë elektrike se sa që ka blej deri më sot. Po varfrojmë edhe qytetarin e Republikës Kosovës me këtë politikë. I dhat delit mërkurën qeverisë Kosovës, qeverisë detyrë një afat që të reflektoj, do të ketë një protestë në shesh, nëse s'gaboj. Pse ndroi forma e protestës? Protesta e parë ke bllokimi i rrugëve ose i hyrjeve të kryeqytetit me kamion, me makineri, është strategji kjo apo kushtimisht po them u dorëzuar para presionit qeverisë? Jo, nuk është presion. Kjo formë do të ndron tani. Herën e kaluar kishëm vetëm kompanitë dhe makinerinë e kompanisë, kishëm maunet dhe ideja ishte që të protestojmë, po si proteste parë ishte që ta ngrisim vendijen, ta sjellim shqetësimin tonë që e kemi,
Nuk ishëm për me mbush sheshin me punëtorë dhe me protestuar, me nxjerrë dhe punëtorë në rrugë, se këto 1300 biznese i kanë të konsum 143.000 punëtorë, që i bie 50% të konsumeve në sektorin privat. Në total janë 330.000, 143.000 janë në këtë 1300 kompani. Këto 1300 kompani e përbëjnë 60% të ekonomisë së Kosovës. Ndërsa vetëm në pjesëmarrja e këtyre 1300 kompanive në buxhetin e administratës tatimore që mbledh tatime pa doganën, vetëm në atë kjo është 50%. Shto këtu dhe doganën se këta dhe importojnë lëndë parë gjysmë produkte, po dhe produkte finale, atër shkon lirshëm, me thonë, edhe 70% të total buxhetit shtetit që mbushin këto 1300 kompani. Për arsye se kemi kompanitë më të mëdha, kompanitë që kanë qarkullim mbi 10 milion euro, dhe këto janë ato që mbushin. Dhe ideja ishte që me mauna ta shfaqëm atë protestën, kishëm mirë kuptim për shkak defender që është duke u zhvilluar në Kosovë që mbas një kohe që kjo ka qenë arsyeja që si keni bllokuar, leloni kursi që një kursi, kemi qenë koordinim edhe me gjithë institucionet kompetente vendore dhe ndërkombëtare, që mos me shkaktu ndonjë pengesë, mos me reflektu keq prania defender ose aktiviteti defender, se dihet ushtarët e NATO-s kanë qenë shumica nëpër kazerma të FSK-s, dhe këtu ka qenë ideja, domethënë që na mos ta pengojmë, po ta shprehemi pak kënaqësinë tonë nëpërmjet mauneve, si formë civilizume, si protestë bashkësore. Kurse tani, domethënë po rritet se kjo i ndikon drejt për drejt te punëtorët. Dhe tani është shqetësimi edhe te punëtorët që do të largohen prej punës, do të mbesin pa punë, dhe tani përfaqësues të bizneseve së bashku me punëtorët do të marshojmë në shesh, mirë po nëse nuk do të ketë reflektim edhe mas kësaj proteste, atëherë do të ketë protesta tjera që do të jenë më tashpra. Zotë Rafuna, megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri në detyrë, në njërin prej mbledhjes prej qeverisë, tha se vetëm 1% po protestojnë, jo 99% e tjera të prodhuesve dhe kompanive tjera. Po, unë thash, pa dhe shmullshue në deklaratat e kryeministrit që i përdor për konsum vetin ditor ose për qëllimet veta, protesta ka qenë e pastër biznesore, ka qenë e pastër për bizneseve të Kosovës, nuk është 1%, ti mundesh me thonën për totalit bizneseve aktive, jo aktive që regjistrojnë Agjencioni e Regjistrimit të Biznesit, mundet me ka 1% si numër i regjistrit, mirë po janë 60% e ekonomisë Kosovës, edhe nuk duhet me harru as kryeministri, as ministrat, që edhe donat të AKB-s të regjistrimi i biznesit nuk përputhen me donat në administratën tatimore. Pse nuk përputhen? Se shumë biznese veç regjistrohen edhe jesin të regjistrume, po nuk kanë kur farë aktiviteti, as nuk zhvillojnë aktivitet. Do të me trajtu me shumë kujdes biznesin, thashë edhe njerë që kjo biznesi 60% e ekonomisë Kosovës, qofse dikush është meritor për zhvillimin e shtetit Kosovës, janë këto biznese. Këto e kanë majtë shtetin gjallë, këto e duke majtë Dhe sa shumë, zoti Rafuna, që paguajnë këto kompani për buxhetin e Kosovës? Për buxhetin e Kosovës, prej 900 milion në administratë tatimore që në pagu vitin 2024, 450 milion janë që kanë orë për këtyre, 50% i totalit janë për këtyre 1300 kompanive. Shto këtu edhe në dogan, që thashtë në dogan nuk i keme në dana se sa importojnë këto kompani, se si kemi procedu me qëllim, vetëm 70% mujë me thonë lirisht të totalit hyrave që mbidhën për dogan dhe atë kës, janë këto 1300 kompani. Dhe me këto para, sigurisht se paguan edhe rrogat e kryeministrit, ministrave, deputetëve të tjerëve. Edhe kryeministri merr pagën për këtyre bizneseve, për shkak se 83.000 punësuar në sektorin publik në mënyrë indirekte marrin pagën prej biznese, për taksat që i paguajnë këto biznese dhe për qytetarëve në buxhet, ata pagën e marrin përmes buxhetit. Kurse 330.000 e marrin drejt për drejt prej biznesit që janë punësuar në sektorin privat. E dim, zote Rafuna, që pini qershorit, disa kompani kanë kaluar në tregun e lirë, nëse zgabojnë 15 kompani, të cilat momentalisht po furnizohen nga Keku. Ma përmendet shumë 400%, për 200% e kum pa dhe im koni bindum, 400% ma shtrejt. Kush i ka bëu këto oferta? Po për momentin, shika, kur ka fillu kjo çështja mu diskutu, mu nxjerr kompani, se kompanitë nxjerr dhënë shumë, nuk ju nxjerr me vullnetin e tyre, se qëllimi i tregut edhe në Evropë gjithkohë është që ti kalon me vullnetin tënd. Bili atje edhe qytetarët kalojnë tregun e lirë, për shkak që ka shumë ofertues dhe vetëm e ndjekin cila është oferta më e lirë. Dhe për shembull, vetëm që dëshmitar në Austri, çdo javë kanë ndru furnizuesin, varësisht prej ofertës që ta ka ofruar. Këtu i nxjerr në mënyrë dhënshëm. Këtu na ka ardhur më një herë mbasi që kanë përfunduar zgjedhjet. Në fillim të marsit na ka ardhur njoftimi që me një qershor kompani duhet dalin në tregun e hapur, janë 1300 kompani. Edhe këtu ka diskutime rreth interpretimit, se ligji thot ato që kanë mbi 50 punëtor ose mbi 10 milionë euro çakë. Po jo dy palë mi nxjerr, jo të gjithë mi nxjerr në tregun e lirë.
kur e kemi kërkuar pe zëres listën e furnizuesve për t'i dërguar kërkesat për oferta, na është ofruar një listë pe 19 furnizuesve. 3 kanë qenë të licencuar në Kosovë, Keko, Kesko dhe Noa. Ndërsa 16 kanë qenë që janë të licencuar në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Dhe kur e kemi dërguar kërkesën të gjithë këta 16, të cilët nuk janë të licencuar në ZRE, e kanë injoruar kërkesën e biznesit ton. Nuk kanë kthyr përgjigje as po, as jo, as hiç, vetëm e kanë injoruar. Noa na ka deklaruar me shkrim që nuk është interesuar me shitje energji elektrike gjatë vitit 2025. Keko në fillimet e tij ka thonë që nuk ka mundësi dhe nuk ka kapacitete. Deri në gusht nëse s'gaboj. Po, nuk ka kapacitete për me ofru, përkundër që ka pas licencën për furnizues, nuk ka mundësi me ofru. Edhe pse kanë pas një plan shumë ambicioz, një plan shumë të mirë, e kanë thonë që nëse bëhen çdo investime brenda një viti e gjysmë, ne do të jemi të gatshëm me fillu edhe për biznesin me ofru, kanë qenë shumë sinqert. Kesko ka ofertu i vetmi, dhe Kesko i ka pas edhe donat për secilin biznes. Dhe ata kanë fillu me përgatit ofertën dhe ka fillu oferta prej 220% deri në 400%, varësisht prej llojit biznesit edhe këto. Çka nuk kupton që ne nuk kemi pas për 1 megawatt orë. Për 1 megawatt orë. Ne nuk kemi pas treg të lirë. Ne kemi pas monopol. Atë ne kemi monopol. Kemi edhe shumë biznese, duhet ta theksoj që kemi edhe shumë biznese që s'kan marrë ende ofertë, se s'kan rri, as Kesko s'ukoni përgatitën. As Keko s'ukoni përgatitën. E çish po furnizohen me rrim ata? Po tani sipas ligjit, 60 ditë e ka për obligim Keko me furnizu me energji elektrike bizneset dhe Keko ka fillu prej të parit, e keni pa. Në ditën e hënë do ta kem një takim, sot kemi kërkuar takim për ditën e hënë me Kekon për të pa se ku jemi, se na si sektor privat jemi për një dialog edhe jena për një bashkërendim. Edhe kjo ka qenë edhe kërkesë ndaj qeverisë, ndaj zëres. Hajde t'ulëm bashkë edhe ta bëjmë një plan së bashku të tranzicionit, një plan veprimit për me kalu sa ma le tranzicionin, që as mos mundëm të biznesi, as ekonomia pas qytetari i Republikës Kosovës. E pse kjo gjenë, zotë Rafuna, që bizneset prodhuese të kalojnë në treg të lirë? Ne, që takimit që kena pas me zëren, na është thonën që në qofë se për shkak çmimit të madh me cilën është importuar energji elektrike gjatë sezonit të dimnit, konsumi ka qenë shumë i madh, i ka tejkalu edhe ato pritjet ose i ka tejkalu planet e Kecit, ZRE-s, ku ta diun shumë me radhë, është darë që të ngritet çmimi i energjisë elektrike për 16.1% për qytetarët e Republikës Kosovës ose për ekonomitë familjare, ndërsa na nevojitën edhe një 50 milion, qofse dojmë që mos mi nxjerr bizneset prej një qershorit në tregun e lirë. Dhe këtu koincidon kërkesa jonë për qeverinë e Republikës Kosovës. A ki shkry punë ky 50 milion që në rast se qeveria kërkon 50 milion? Po, zëreja ka thonë po, domethënë janë dy mundësi sipas zëres. Ose qeveria me subvencionu me 50 milion, po kitë 50 milion nuk është i tëri për sektorin privat. Këtu ka dhe ndërmarrje publike. Ky 50 milion ose duhet me ngrit për qytetarët e Republikës Kosovës për 5%, që ne kemi qenë kategorik kundër që qytetarëve mos mi u ngrit çmimi i energjisë elektrike, për shkak se biznesi kemi 16.1. Pe 16.1 mi u ngrit 21. Domethënë janë këto dy mundësi, nëse nuk dojmë mi nxjerr bizneset prej një qershorit. Edhe për çfarë ne jemi kon kategorik kundër që qytetarët e Republikës Kosovës mi u ngrit çmimin e energjisë elektrike. E para, ne e dim standardin që kanë qytetarët, e dim që mezi ja dalin edhe ata. E dyta, nuk është në interes të biznesit qytetari me pas standardin e DAP, se biznesi ekziston fal konsumit privat. Dhe konsumi për me pas konsum të mirë, të shnosh, privat dhe të madh, qytetari i Republikës Kosovës me pas hyra të majme. Dhe kështu që ne ju kemi drejtuar qeverisë që ta subvencionojë se në buxheti i shtetit është i pashpenzum dhe ka mjete suficient çka është duke i zhvlerësuar inflacioni është duke i zhvlerësuar. Dhe kemi marrë përgjigje zotë Rafuna për këtë kërkesë? Jo, nuk nuk kemi marrë përgjigje. As nga qeveria, as nga Artani Zvanolli, ministri në një takim që e kemi pas, është thonë që ne nuk e kemi si qëllim dhënien e subvencionit, që ne pajtohemi plotësisht, edhe nuk është thotë qëllimi joni dhënia e subvencionit. Mirë, po rrethonat, kushtet, kohën në të cilën na ke sjell ti si qeveri, si ZRE, sot ti du të me bani zgjidhje. Dhe zgjidhja më e mirë kish me qenë se ky 35 milion që i përket sektorit privat si subvencion, është një 10 ditësh tyra që paguajnë këto 1300 biznese. Këto 1300 biznese 4.5 milion paguajnë baza ditore. Për 10 ditë, kjo shumë 50 milion mblidhet për shtyrën e bizneset. Edhe i ruan bizneset, i ruan ekonominë dhe i ruan qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe në fundit, duhet me potencu që ato mjete janë për ta ruajtur
ekonominë e shëndetshme dhe janë paro publike, nuk janë paro private të ministrës, atë kryeministrit që s'po don mi dhon ose që pja merr. Po janë buharët buxhetit që kërkohet, sa është në shërbim biznesit, dhe që kërkohet, kur ka kësi kriza, kur ka kësi situata, mënyra për marrë si analogji, për shembull Covidin, ti do të më intervenu me mjete për me rujt, për me majt, shëndosh ekonominë dhe biznesin. Kanë intervenu këtë shtetet e botës, jo veç Kosova, edhe këtu do të me intervenu. Sot e kësaj dite, për shembull, në Gjermani e kemi, ku komplet qeveria gjermane bizneseve të mëdha, për shkak krizës që kanë dhe industritë e rënda, komplet ja subvencionon shumën e mjeteve për transmisionin. Pikërisht këto. Dhe na, si alternativë, kemi mund edhe i kërkojmë qeverisë që okej, na, hajde të ulëm bashkë, na po e ulmi me Kekon. Keko është ndërmarrje 100% në aksionet të qeverisë. Hajde po ulëm me Kekon dhe ne si biznes pe paguajmë çmimin që e blen Kekon në Alpex. Po shpenzimet tjera do të mi subvencionu qeveria, për një fazë kalimtare. Hajde të ulëm edhe këtë variant ta shohim. A kish mjaftu për shembull ky 50 milion që po besoj që po se përmendet, por edhe kjo periudha një vjeçare që kompanitë, prodhuesit, bizneset të përgatiten që dalin në Po, treg neve kish mjaftu se kompanitë kanë filluar më të madhe me investu. Po kur po them do të më përcjell një paketë e masave ligjore edhe stimuluese, është në pyetje me leju kompanitë me investu sa më shumë panele solare dhe në bateri. Po më ja leju kompanive që atë rrymën e tepër që prodhojnë me qit në rrjet ose me shit, ose edhe me këta furnizues mu kompenzu. Tashti është çështje tyne çyshe e tregtojnë. Bizneset nëse i lejohet me investu në panele solare dhe në bateri, mas një viti, se dhe kjo don kohën e vet ky investim, po mas një viti ato do ta ulin kërkesën për energji elektrike për të importuar. Çfarë nuk kupton, nuk do ta importojnë sasinë që e kanë sot nevojshme, po do të importojnë shumë më pak se do të fillojnë me prodhu edhe për paneleve solare, do ta rujnë për bateri e kështu me radhë. E thatë zoti Rafuna që janë shajat e para, ose efektet e para të bizneset. A ka kompani të cilat, ose prodhues të cilat kanë nisur të reduktojnë numrin e punëtorëve, ose në rastet ekstreme të mbyllen krejt? Po, kem njoftime, për hir të korrekcisë na kanë kërkuar që për shkak procedurave dhe është një bashkëinvestim i huaj dhe vendor, na kanë kërkuar që për një kohë mos bëhet publike derisa të sqarojnë ata procedurat e tyre të brendshëm, mirë po një kompani e ka nal komplet prodhimin, një kompani tjetër i ka hyrë riorganizimit dhe i ka njoftuar stafin, një pjesë të stafit, e ka njoftuar që mas festës së Bajramit mos dalin punë pa marrë njoftim prej kompanisë. Kemi edhe kompani që ka filluar me shiku në vendet e rajonit, kemi kompani që është duke shiku në Shkop, me shku në zonën e Tetovës, ku i është ofruar për 10 vjet për qeverisë Maqedonisë pa asnjë shpenzim, asnjë kost të shtetit mu vendos atje me prodhu. Një tjetër e kemi që është duke holumtu Kuksin, kështu që jemi ditën e 5 dhe efektet kanë filluar me njëherë t'i vrejmë të gjithë. Pa dashur t'i përmendën emrat e kompanive, sa është numri i punëtorëve? Që njëra kompani është mbyllur dhe tjetra ka njëra ka 200 punëtorë, tjetra ka 50. 200 punëtorë. 200, në total dyja 250 punëtorë. Dhe jeni kryetari i Odës. Sa e përmendën një kompani që mund të dalë në vendet e rajonit? A beson që për shkak të kësaj situate mund të largohen kompani dhe tjera? Po mund, në bese e keman, për shembull, kem shumë antar, po ta marr njërin vetëm si rast po ta marr. Deri më sot ai ka pagu 240.000 euro fakturën mujore. Me ofertën e re që ka marrë pe Keskos, ai duhet paguaj 740.000 euro. Para mendo ti gjys milioni me pagu tash në muajt çmim të energjisë. Gjys milioni ti mi pas profit, atë çfarë zgjerimi të biznesit e çfarë investimi kishë bë. E ti tash çat gjys milioni do të më dhon një kompani ose një furnizuesi për nemën të energjisë elektrike. Se hapat këtu, ai shkon në Koks, që kush Koksi, ose me një vend në Shkup, në Tetov, edhe funksionon atje me çmim shumë atë. Shqipëria i ka nxjerr biznesin në tregun e hapur, por Shqipëria i qëndron brapa me subvencionim. Maqedonia ka 100. Çush janë modelet do të rafuna? Çush janë modelet për shembull Shqipëri? Megavati më shumë të në. Çush janë modelet? Çush ka vendosur për shembull Shqipëria, Maqedonia, Serbia? Shqipëria i ka vendosur, po shiko, ne kemi një problem tjetër, se për shembull sfidat që i kanë bizneset tona ose edhe furnizues për me të furnizuar me energji elektrike nuk i kanë në Shqipëri dhe në Maqedoni. E para ka Serbia është e bllokuar importimi i energjisë elektrike. Nuk lejon Serbia me importu. E dyta këto nga Vojvodina, nga këto është thonë që është e blerë prej bursës të Hungarisë, po më duket që pse nuk jam gabim se nuk jam shumë ekspert i tyne. Kështu që janë mundësi shumë të limituar nga tiki me marrë energji elektrike. Dhe mos pasja edhe mos përgatitja edhe e mirë, duke mos pas edhe furnizues më shumë.
po edhe duke mos e përgatit biznesin, duke mos I dhënë hapësirë, ti sot e ke pru se gjithçka që blihet last minute është e shtrejtë. Edhe sot e ke pru që ti në last minute me blie energjinë elektrike dhe ajo të kushton. Çfarë është dashur me bo qeveria e Kosovës, Ministria e Ekonomisë konkretisht zoti Rafuna, që bizneset, prodhuesit mos ta kenë këtë urgjencë të dalin në tregun e lirë? Ish dashtën që të ulet me zyrën, edhe me se cilat janë mundësitë, një shumë serioze, dhe duhet ta subvencionoj, ose ta gjej një mekanizëm tjetër, ta zotoj një 50 milionësh, po edhe punoj paralel me bizneset që ne si OD ju kemi ofruar partneritet të plot 24 orë 7 ditë të javës për të punuar me bizneset për t'i përgatitur me dalë në tregun e lirë. Mirë po, biznesi e ka patjetër, e ka që I vjen një tranzicion se nuk ka shansa, plus po harrojmë se biznesi nuk e ka vetëm çështën e energjisë elektrike. Kanë edhe kredina, kanë overdrafta, kanë interesa që do të mi paguhen mi kthy, kanë obligimet kontraktuale, kontrata me afat minimal që është e nënshkruar është 1 vjeçar për me shit produktin. Neve na I kanë dëshmuar notë që nëse ata e ndërprejnë ose ngritin çmimin e produktit, pasojnë penaltit, kështu që do të me kuptu biznesin. Sa është kostoja shtesë financiare për bizneset që dalin në tregun e lirë, zoti Rafuna? Unë varet për llojit të biznesit. Ka biznes që ndikon me 10%, ka biznes që ndikon edhe me 40-50%. Për shembull, kemi industrinë e tjegullave ose bllokave që prodhojnë. Ata e kanë 70% punën me energji elektrike. Prej pironierit, e furrës, e pjekjes, e paketimit, gjitha me energji elektrike. Dhe unë në 2015, kur kom qenë drejtor dogane, e patëm aprovuar në emër të shpenzimeve të transportit një kosto shtesë për si më thonë, mi mbrojt pak prej importit prej Serbisë. Sot e kësaj ditë është ajo në fuqi, ajo kosto. Edhe I ka mbrojt. Mirë po tani këta nuk do të mund t'i bojnë ballë këto 5 fabrika që I kemi Borovcin, në Landovic, Gec, ku është në Prizren, kështu me radhë në Gjakov, këto 5 fabrika që prodhojnë tjegla nuk kanë me pas më mundësi t'i bojnë ballë importit, sidomos prej Serbisë, e Lema dhe prej vendeve tjera. E përmendëm se mund të largohen kompani nga Kosova, mund të dalin në rajon, e përmendëm që veç 2 kompani, fatkeqësisht njëra është mbyllur, tjetër ka paralajmëruar punëtorët, po edhe ato kompani që jesin. Sigurisht se do të ketë efekt për shkak të çmimeve të mëdha të energjisë elektrike edhe ngritjen e produkteve që bëjnë. Me qëllim ose pa qëllim, me vedi ose pa vedije, qeveria e Kosovës api hap dyrt edhe më shumë për produktet, për shembull nga Serbia dhe vende tjera të rajonit. Po padyshim që po, se nëse ty të kurrët prodhimi, edhe prodhimi të shumë ai shtret ja ke hap dyrt vendeve tjera, dhe ti nuk mund t'i mbyllësh dyrt se je pjesë e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare. Edhe shife, ka paskohet duke vendosur masa pa koordinim si më thonë, me partnerët tonë që kemi me miqtë tonë, dhe ti sot je në masa sankcionuese të Bashkimit Evropian. Po në anën tjetër nuk je marrë një vend atraktiv, nuk je marrë një vend si më thonë, për investimet e huaja. Se çdo njëri peshe Kosovën si problem, se ti ja vendos një masë një shteti, po ta vendos ty me reciprocitet masën tjetër. Dhe çka jemi duke bëna? Na jemi duke prish imazhin e Kosovës, dhe jemi duke I hup investimet. Edhe në këtë qëllimi na mu shëndru një treg ku na shfrytëzojnë të gjithë importojnë dhe na I marrin paranë e gatshme. Zhvillimin ekonomik e sjell prodhimi. Kemi shumë 33 aty, po do m'ja hup shpresën për këtë vend. Kem startupe që I ka 50 punëtora, nuk I ka ndoshta as 100.000 euro qarkullim. Po vetë pse I ka 50 punëtora, do të më donë treg lirë, se këtu na nuk po diskutojmë, është edhe një diskriminim mes biznese, se mundem unë ti me prodhu produktin e njëjtë, ti ki 48 punëtor, unë I kam 50. A produktin e prodhojmë të njëjtin. Unë dal në tregun e lirë dhe kam energjinë elektrike për 200% më shtrejt, ti vetëm pse I ke 48 punëtorë me çmimin e rregulluar 16.1%. Na jemi përqendruar shumë te kjo pjesa, po edhe këtu ka, po nuk po mirëmi me këto, se është efekti shumë I vogël, nuk ka problem. Po hajde së bashku tulëm dhe ta gjejna cila është zgjidhja më e mirë mundshme në këto rrethona dhe në këtë kohë që kemi ardhur. Ç'është po zotë Rafuna sipas jush, lëvizjave të vendosje, Albin Kurti dhe të tjerët, nga duaja tënde, po besoj që keni të frestat u kujtimet kur rrotulloheshin kamionet nëpër pikat kufitare me Serbinë dhe pas një periudhe shumë të shkurtër të shndrohet në armikun kryesor ndaj prodhuesve dhe bizneseve të vendit. Nuk e di, kisha dashur me atë pjesën më lshu, një që duhet ta them me sinqeritet, edhe si kryetari i ODës, po edhe si qytetari i këtij vendi, po edhe si një zyrtar që prej vitit 2000 I ku marr pjesën në themelimin, ndërtimin, zhvillimin e shumë institucioneve tona në të Republikës Kosovës,
edhe kom qenë pjesëmarrës në shumë procese të rëndësishme për shtetin e Kosovës, nuk besoj që ata dojnë Kosovën ma shumë se sa qëto biznese që i përfaqësoj une. Po nuk besoj as na që dojnë Kosovën ma shumë se sa ata. Unë e kisha lutë edhe ministrën e ekonomisë dhe energjetikës, është një profesoresh, është e kupton faktikisht ekonominë, po le ta qetë prioritet ekonominë, le ta qetë prioritet shtetin, mos i jam ndrovenin prioriteteve tjera. Albin Kurti, kryeministër në detyrë, pja kujtoja deklaratën, tha ka kalu koha e barikadave, po eksponentët tjerë të VV-s po thonë se po kjo protestë ose kjo çfarë përbojnë bizneset, odat, dhomat dhe të tjerët, është e nxitur nga opozita. Po opozita s'ka ka janë kur gjë hiç, me kanë një deklaratë që aty kur gjë tjetër s'kan bërë. Nuk ka të bëjë me opozitën, nuk ka të bëjë me politikë, është një protestë e pastër biznesore, dhe ashtu ka me dhe ashtu do të vazhdoj. Çdo protestë që do të organizojmë në emër të biznesit. Nuk ka të bëjë kurrë me opozitën dhe nuk ne kemi pas kërkesa e për shoqërisë civile me në bashkangjit, ju kemi thonë jo, kjo do të jetë për biznesin se ka të bëjë me biznesin dhe kemi vetëm një kërkesë. Kërkesa e vetme është që na japet një fazë të tranzicionit. Prej kryeministrit, qeverisë, kishëm kërkuar që mos injorohen kërkesat e biznesit, se nuk është mirë. Ne prap i ofrojmë partneritet dhe kërkojmë që të respektohet kërkesa e biznesit dhe së bashku ta gjejmë rrugën për me dalë prej kësaj situate. Ministra, por edhe të tjerë të kësaj qeverie po thonë se ligji është miratuar në vitin 2016, në kohën e Isa Mustafës, edhe kur ministri i zhvillimit ekonomik ka qenë Blerand Stavileci. Po thonë atëherë s'bënë zot tash me urgjencë, po bllokojnë kërkesa. Nga njëherë nuk e di pse. Apo nuk është punu kurrë në këtë ligj? Jo, është punu. Nuk për japin informacionet e mira. Në 2016 në kur është sjell ligji, ju nul të gjitha palët se ka pas një dialog. Kur nuk ka ndodhur sikur në këtë qeveri mos me pas një dialog me sektorin privat. Gjithmonë ka pas dialog. Dhe është në atë periudhë kohore është konstatuar të gjithë së bashku kanë konstatuar që duhet me shku faza. Dhe në 2017 janë 3 kompani që kanë qenë konsumuesit më të mëdhenj, që kanë shfrytzuar linjën 110 volt, kanë qenë në Trepça, Ferenikli dhe Fsharcemi, që kanë dalë të partë në tregun e lirë dhe kanë dalë pas një problem. Dhe ideja ka qenë që një grup tjetër i biznese mu pregadit që me kalu në linjën 35. Këto biznese kështu në faza kanë kalu si pas një regulore që ka qenë në atë periudhë kohore nga zëreja. Nuk është marrë për bazë kushti mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion, se kanë po që për kushtet Kosovës, se këto janë 2 kushte që në kopju për shteteve të Bashkimit Evropian. Janë marrë për një direktive, mirë por nuk kanë qëndruar për rrethana tona. Do është kjo rregulloria që i ka përgatitur në bazë konsumit. Domethënë 3 konsumuesit më të mëdhenj dhe ka qenë grupi tjetër që e ka shfrytzuar linjën 35 me dal. Po ka ardhur pandemia. Mas pandemisë ju kujtohet viti 2021 në disa u rregullu pak zinxhiri i furnizimit. Vitin 2000 atë periudhë ka qenë qeveria, kanë strategji legislative këta kanë fut Kurti 2 e ka fut me draftu ligjin e ri për energjinë elektrike dhe nuk kanë bërë zë. Vitin e kaluar për 1 vit është përgatit draft ligji, 1 vit. Dhe në fund nuk e dërguan në qeveri për miratim për kaluar kuvan. Po. Dhe çka ndodhi ligji me të draftë. Dhe ne jemi kënd përgatitën që ligji ka me kalu, se i kanë marrë komentet krejt tona të ligji ka me kalu dhe ne kemi me ul bashkë me bën një plan se si me kalue në tregun e lirë. Fund vitit u shpallën edhe zgjedhjet, ligji nuk kaloi në qeveri, u majtën zgjedhjet, qiti bizneset në treg të lirë, rritja fshëtarëve 16.1%, pa asnjë studim, pa asnjë dialog, pa asnjë koordinim. Nëse morë vesh dhe pa ligjin e miratuar. Pa ligji ka me draft. Ligji su miratu, po tani ministrja nuk përmend ligjin draft që i ka met, se faja është i ministrës. Ministrja u desh me aprovu ligjin. Bili, sipas marrëveshjes që kemi me Komunitetin e Energjisë Elektrike, në vitin 2024 është dashur mu sjell para se me nxjerr biznesin tregun e hapur, është dashur mu sjell një paketë e re legjislative për mi përgatitur bizneset me dalë në tregun e lirë. Ai paketë nuk është sjell më. Po i referohen ligji 2016. Ligji 2016 ka qenë i mirë, ka filluar mu implementu, po ndërkohë e kanë shfuqizuar atë rregulloren që është marrë me planin për me e kanë sjell strategjinë. Me strategji e kanë shfuqizuar atë rregulloren dhe çka kanë bë, ligji nuk e poshtë nalt një vit, 2024 nuk e dërguan mua aprovon qeveri edhe na nxorën me vonë në tregun e lirë. Pas një shumë arsye zotë Rafuna që spakun gjykatat e Kosovës të ankohen. I kemi nisë në gjykata, janë 3 padi, pe 3 odave që kanë shku.
Këtë më së miri që kemi të drejtë dëshmon edhe opinioni avokatit popullit, që e ka lëshu opinionin që kërkon më shfuqizu se s'ka pas transparencë gjatë marrjes së vendimit edhe për bizneset, po edhe më janë ngritë qytetarëve të Republikës së Kosovës 16.1%. Ne kemi kërkuar masë të jashtëzakonshme urgjente nga gjykatat tona, po ju e dini pak sistemi të na është i ngadalshëm i gjykatave, i dashme trajtu me prioritet që mos me pas efekt negativ. Se çështja e energjisë elektrike është edhe çështja e interesit publik, se prek jetën e çdo qytetari. Vjosa Osmani kundër kësaj rritje, zoti Rafuna, partitë opozitare kundër, shoqëria civile kundër, ka pasur disa protesta nga asnjë cent më shumë, madje ka pasur edhe një padi ndaj vendimit zyrtar, cilën gjykata ka hedhur poshtë. Krejt kundër, veç Albin Kurti asnjë fjalë se ka folur për këtë punë. I dashme fol edhe ai, është koha kur duhet me fol. Pse pe bë këtë? Nuk e di pse, po i dashme fol. Se bizneset nuk janë tas një partije politike, bizneset nuk janë me letra të pronarit, po më spaku sot janë pronarit, ato janë asete shtetërore. Edhe pe thëmë me plot përgjegjësi, unë jam edhe udhëheqës i odave të Ballkanit këtu perëndimor, po bizneset e Kosovës janë bizneset më të lakmura për ti në marrëdhënie kontraktuale dhe për bërë biznes me to, janë më serioze. Dhe vetëm shqip në borçin e keq në për bankat komerciale, e kena më tullt se jo vendet e rajonit, po edhe më tullt se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo ta tregon se sa bizneset janë korrekte në plotësimin e obligimeve ose detyrimeve që dalin për çdo marrëveshje. E përmendëm të mërkurën është protesta, por të martën është një ngjarje tjetër. Pja u lexoj një njoftim të Artanës Rizvanollit. Të dashur përfaqësues të bizneseve, bazuar në nevojën dhe kërkesën tuaj, po organizojnë një seminar për të adresuar çështjet kryesore që janë ngritur gjatë takimit të fundit me ju dhe furnizuesit. Ky seminar është vazhdimsi e diskutimeve paraprake dhe i paraprin një takimi BDB me biznese furnizues, me qëllim që në takimin BDB të jeni sa më të përgatitur për të vlerësuar e negociuar kontratat më të favorshme për ju. Ftojmë të gjitha bizneset në treg të hapur dhe jo vetëm të marrin pjesë. Çfarë bën kjo? Workshop. Kjo i bjen, mas pak që kishtë taku ministrës më marrë me këtë punë. Këto është çështje pura teknike, këto është desh më marrë një zyrtar, një staf civil i departamentit me këtë punë. I kanë sjell bas kërkesës së tyre disa ekspertë për Komitetit të Energjisë, me armë ju majt ligjërat bizneseve tona, qysh me lidh kontrata, qysh me organizë kontrata. Ajo nuk ja ul ofertën. Ajo nuk ndikon të oferta. Ne kemi çështjen e ofertës që është shumë e lartë, zoj. Workshope nuk kem kohë me humbë me kësi workshope. E nuk humbëm kohë me workshope. Çështja është, a pje biznesin një fazë tranzicionit, a perun biznesin a jo, e jo me sjellë kësi eksperta e zyrtarin të mirësarën, po është punë e stafit teknik, është punë që nuk ndikon kur gjën ofertën e me ullë ofertën të biznesi. Biznesi ai që ka marrë 300% me shtrajt, kë workshop nuk ja ullë në mja prunë 100% ose 200%. Nuk është serioze kjo. Plus ministrja po harron, ajo po ndërhyn për i sjellë furnizues të energjisë elektrike, ajo po harron që ato ka edhe konflikt interesi. Është konflikt interesi ministrja mu taku me furnizues dhe mu marrë me negociu mes furnizuesve dhe bizneseve tona. Ministrja do të milon të lirë, biznesi bën kërkesë, ajo oferton furnizuesi. S'ka punë këto ministrja. Ministrja ka për obligim me regulativën ligjore, kushtet në treg, edhe që ato kryet punë e ministrës. Me kom për takohet, zotë Rafuna, me çfarë kompanish? Ja, që, po të deklaron, ftesa, për shembull. Në takimin e fundit, i ka marrë furnizues që i ka licencu, i ka sjellë në takim, hajde ju takoni me biznesin. Nuk është punë e ministrës ajo, të lutna. Po është, ajo e vlerëson, janë agjencionet për parandalimin e korrupsionit, e konfliktit interesit që do të më marrë me këtë punë, nuk ka punë e jamja, po kjo nuk ka të bëj kur gjë me kërkesat tona. Dy pozicione, zotë Rafuna. Bizneset, odat, janë çikne me kërkesat e tyre dhe është qeveria në detyrë që është betonu se nuk do të tërhiqet mrapa. Apo shkatërrohen përfundimisht ekonomia e këtij vendi, bizneset edhe ata pak prodhues që kemi. Po shkatërrohen. Unë ja kam frigën 30 qershorit, kur vjen faktura prej Kekut. Ja kam frigën edhe të qytetari, se që atëherë do të shohin sa është faktura, edhe qytetari, edhe biznesi. E për mos marrë deri te ajo, kisha lutë qeverin
ministrin, kryeministrin, se nga njëra ata po thonë zëreja është ajo që do të me pezullu është e vërtet, ligjërisht që zëreja, po kryeministri ose qeveria, tash mos ta identifikoj me kryeministrin, por qeveria si total, do të me kanë ofër biznesit dhe do të me komuniku me zërejen, me gjithë mekanizmin që me pështu biznesin. Për këtë arsye, mekanizmi sipas zyrejës është subvencionimi. Edhe kjo është arsyeja pse na ja kërkojmë subvencionimin, që ta subvencionon për çet vet me mbulu. A ka rrugë tjetër përveç subvencionimit, zoti Rafuna? Po, kjo është çështja, pikërisht këto është ministria më marr me zyrejën. Me pas se përveç subvencionimit a ka dhe ndonjë mundësi tjetër. Alternativa. Po, alternativa. Neve nga ana e zyrejës, se ne jemi shumë korrekt dhe jemi shumë profesional. Na pe kërkojmë ato që na ka thonë zyrejja. Na nuk metoda tjera nuk kemi gjendje mi propozu se ato duhet qeveria me zyrejën mi diskutu se cilat janë përveç nëse çash në thojë se pas ka mundësi. Ja, po sot ngritja shtesave. Pse po më kam qeveria me marr vendim për shtesas, po më ka për 50 milion për biznesin me marr. A ke qartë? Kjo është çështje që qeveria me zyrejën me shartësuar. E përmendet se nëse nuk reflektojnë protesta e të mërkurës, nuk e besoj që ka me pasur reflektim nga ana e qeverisë, çka tuti? Po ne do të shohim tutje çka do të bëjmë. Protesta e radhës është mërkurën, nëse s'ka reflektim do të shohim hapa të tjerë cilë do të jenë, do të njoftohej me kohë si media. Po edhe biznesi do të njoftohet me kohë, se neve na nevojitet një aprovim nëpërmjet strukturave tona. Ne vetëm implementojmë vendimet që i merr biznesi, sikur sot që keshëm me biznesin, do të më bëj kjo, ne shkojmë tash në implementim si përfaqësues të tyre. Zotëra Rafuna, faleminderit shumë edhe një herë për kohë. Faleminderit, shumë respekt.